Pati qenë data 3 prill kur liçeni u turpua. Pa asnjë shkak. Rreshje të dendura s'ka pasur këtë ditë, sikur se shprehen qytetarët, thoshin gazetarët, para se t'u zgjasnin mikrofonet me kapuç të ngjyrë në kostum politikanësh, atyre që po uhante ujë gjithë gjën e gjallë. Gjën që i mbante gjallë. Sipërfaqja e tij, sikur të kishte ngrënë kush e di çfarë gjallë të prishur, volli vetveten nga do. Në vend të mive, rrugët e mbushura me ujë përdoreshin për peshqve të vegjël që venin kush e di se ku. Besoj të kem qenë 13 vjeç. Nga shkolla dole më herët, sikur se çdo të prante. Nuk e dija ç'kishte ndodhur me liçenin. Mbi biçikletën e Timeti, me të cilën shkoja në shkollë vetëm të pranteve kur ai ishte pushim, unë nisa drejt shtëpisë. Po të mbytesh sot në ujë, ç'merra këtë do të mbete, më pyeti një gazetare ndërkohë që prisja të kaloja rrugën me biçikletë për dorë. Çuj, e pse të mbytem, pyeta me një lehtësim të fshehur për të ndjeshur brenda meje, pasi për disa kohësh tani më mendoja vetvrasjen, dhe ajo më duke një mënyrë shumë e mirë për ta hequr veten vetes qafe. Sa vjeç je vija ajo? 13. Se mora vesh pse, bëri këmbët bashkë si rosak, dhe japa vrapi. Por jo për nga liçeni, kur rosakët mblidhen pas ditëve dhe unë me nënën e babajnë vetet ju hedh tut buke. Mos ndoshta para dita ata kthehen në gazetare dhe intervistojnë fëmijët lidhur me vdekjen? Ja, të shkoj ta shoh. Akoma larg puzës së ujit, pështyma e tij e rënd, tërhiqej shpejt e shtriqej edhe më. Pa pushim, jark të neveritshme. Sa herë gjendesha aty, mendoja sikur liçeni të ishte njeri i vërtet, të mund ta puthja. Një herë ulën në xhunj, gjëra për të pirë ujë, por në fakt desha t'ja puth puzët. Shijoj më shumë nga shpresja. Tani më duhet t'ja pastroja ato prej jarkëve. Më ndillnin atë shumë, çdo herë s'mund t'i lija ashtu. Ju afrova, ngadalë, sikur po e përballja ngadalësinë time me dhunën e jarkëve, por njëra prej tyre fitoi. Më goditi poshtë, pas zhyve, më rrëzoi përdhe e më tërhoqi drejt buzëve të hapura. Jo në puthje, por në glabërim. Mbush me një ndjenjë frike, që më vonë do ta shija të pasqyronte veten sa herë gjendesha para mundësisë për të rënë në dashuri, u kapa te trungu i një peme, e cila erdhi bashkë me mua. Unë do t'isha pjata e parë për liçenin, ndërsa pema, fruti. Gjyshja kështu i çunte frutat. Pemë. Ke bler ndonjë pemë, pyeste babajnë kur ai vinte në shtëpi? Është koha e portokallit, djali ka qef mandarinat. Po ku do t'i mbillnin, pyesja veten, deri kur një ditë e pyet atë. Pemet janë frutat, sepse frutat rriten në pemë, u përgjigj. Po plepi, ç'frut ishte? Por se pyeta dot. Kisha frikë nëse e merrte vesh sask aty. Nuk e dija. Jarga më lëshoi mu në buzë. Përtej saj, doli një gjuhës e artë, më preku pak fytyrën, ndoshta si për të çelur. Ndërsa pemë në mbështolli dhe e morri me vete. E një herë pas saj, pash ta ndiqte bicikleta. Ku vete, e pyeta me zë, s'u përgjigj. Ka përceva buzën, hyra në ujë dhe me not, për ndoshta të çerekore e ndoçë, deri kur uji e zuri nën vete dhe, edhe po ta arrija, e kuptova se ishte e pamundur të nxirrja. U dorëzova, liçeni fitoi dhe rosa po më fluturonin mbi kokë. I çullur, eca në një orë e gjysmë për në shtëpi. Çfarë të ka gjetur? Sytë e babait ishin pakur shumë brenda zgavrave të tyre. Për një çast u friksova mos i bini në tokë. Me sa duket e kuptoj, ndaj vijoj, mos më vëre, po flija me të tëmë gjumin e drekës, përse që bëri një zhurmë dhe u zgjova i tmerruar. I tmerruar edhe unë, një tregova që kishte ngjarë. Mirë që je mirë, po bicikletat pas të marrë ti, ka tha. Me të drejtë, ajo duhet të mi kishte marrë. Prandaj, nuk u mbyte. Marcus.